Përshëndetje miq, mirë se erdhët. Jemi live me Pajgjurmë këtu në Report TV, ku si çdo ditë edhe sot jemi rreth një orë në transmetim, por shpeshherë realisht na ndodh që një orë apo 2 orë përpara transmetimit të ndryshojmë rastin për hir të denoncimeve që vinë në redaksinë e emisionit Pajgjurmë. Një zonjë me emrin Vera nga Tirana, vetëm përpara 2 orëve, ka kontaktuar me redaksinë e emisionit Pajgjurmë dhe ka kërkuar ndihmë sepse bashorti i saj është zhdukur brenda QSO-s këtu në Tiranë dhe bëhet fjalë për 74 vjeçarin Hakis Sala, dashur miq, i cili ishte shtruar në spital, brenda QSO-s, kishte kryer një operacion, por fatkeqësisht prej datës 1 nëntor, përpara disa ditëve, ai është zhdukur nga ambiente spitalore dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e këtij 74 vjeçari, ndërkohë që bashortja e tij Vera ndodhet momentalisht në spital brenda QSO-s, po bën të pamundurën për të hapur kamerat e sigurisë dhe për të verifikuar daljen, se nga cila dalje, sepse janë 12 dalje në godinën në të cilën ka qenë i shtruar ky 74 vjeçar, po mundohet me kamerat e sigurisë të zbuloj se ku ka dalë dhe për të ndjekur më pas gjurmët e tij. Por prej 1 nëntorit janë bërë shumë kërkime nga familjarët brenda QSO-s, por edhe në qytetin e Tiranës, por fatkeqësisht nuk është gjetur asnjë gjurmë e tij. Regjia na ka ndihmuar me pasaportën televizive të Hakis Salës, 74 vjeçari nga Tirana, i cili fatkeqësisht me probleme të shëndetit të tij është shtruar në QSO, ka bërë një ndryrje, ka bërë një operacion, por mesditën e datës 1 nëntor ai ka gjetur disa momente kur ka qenë i vetëm dhe Vera kishte zbritur në urgjencë për të thritur doktorin për shkak të shqetësimeve që kishte dhe Hakiu ka dalë nga dhoma dhe nuk dihet më pas rrugën në të cilën ai ka ndjekur. Ndodhet brenda spitalit të QSO-s ende apo ka dalë, ngelen pikpyetje të mëdha sepse deri në këto momente që ne flasim janë hapur 3 kamera sigurie brenda asaj godine ku janë parë pikërisht momente kur bashortja ka hyrë dhe ka dalë në dhomë, por asnjë pamje të 74 vjeçarit dhe shpresojmë që në kamerat apo në minutat në vazhdim të hapen kamerat e tjera brenda QSO-s dhe të mësohet edhe dalja e këtij 74 vjeçari për të vazhduar më pas kërkimet. Ndërkohë, regjia të më njoftoi nëse e kemi gati skedën, sepse në minutat e fundit stafi im është munduar të përgatisi një sked për humbjen e 74 vjeçarit, nëse e kemi gati, e kemi. E kemi gati, e japim skedën që ja kemi kushtuar zotit Hakis Sala dhe rikthehemi në studio. Prej ditës së shtunë, familja Sala po jeton ditët më të vështira të jetës. 74 vjeçari Hakis Sala është zhdukur pa gjurmë, pasi është larguar nga ambientet e spitalit Nën Tereza, ku ishte i shtruar për trajtim mjekësor. I moshuari ndodhej në repartin e urologjisë, pasi kishte kryer një ndërhyrje. Sipas familjarëve, Hakiu është parë për herë të fundit mëngjesin e 1 nëntorit, i veshur me pijama ngjyrë blu dhe që prej atij momenti nuk kanë pasur më asnjë kontakt. Familjarët thonë se e kanë njoftuar menjëherë policinë dhe spitalin, por pavarësisht kërkimeve dhe verifikimeve të kamerave të sigurisë, ende nuk ka asnjë gjurmë. Një 74 vjeçar që duhet të ishte në kujdesin mjekësor, tashmë është zhdukur, dhe familja e tij pret me shpresën që Hakis Sala të kthehet shëndosh në shtëpi. Gazetarja ime Ersela Malaj, e cila është marrë me këtë rast që në momenti që është bërë denoncimi nga bashkëshortja e tij Vera dhe deri në këtë momenti që flasim, ajo ndodhet pranë QSO-s së bashku me bashorten e Hakis Salës, me Vera Salën dhe dua t'i përshëndes. Ersela, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Atëherë të shikoj që ndodhesh në QSO dhe mund të më tregosh çfarë ka ndodhur pikërisht me Hakiun. Po. Ne tani ndodhemi në spitalin QSO-s, ku mbrapa me është godina në të cilën ka qëndruar 74 vjeçari Hakis Sala. Prej datës 1 nëntor, familjarët kanë humbur çdo gjurmë për të moshuarit dhe deri më tani nuk kanë marrë asnjë informacion. Nga kamerat e hapura, vetëm 3 kamera janë hapur deri më tani dhe nga pamjet që shihen në ato kamera nuk shihet në asnjë vend 74 vjeçari. Këtu pranë meje ndodhet edhe bashortja e 74 vjeçarit Vera Sala. E cila do na tregoj pa dyshim me dashur Ersela, bashkëshortja se si ka humbur kontaktet me bashortin e saj, sepse vërtet është një humbje misterioze. Të shkosh në spital, të bësh operacionin dhe të zhdukesh nga spitali, është vërtet alarmante gjithë kjo situatë. E dashur Vera, të përshëndes nga studio. Përshëndetje.
Atëherë të lutem, mund të na tregosh çfarë ka ndodhur mesditën e datës 1 nëntor me bashortin tuaj, pikërisht brenda QSUT-s dhe mos gaboj tek urologjia. Kati 2 aty ka qenë i shtruar bashkëshorti juaj. Në mëngjes ai e hoqi kartoterin që në darkë, erdi mjeku rojes, Po? dhe i tha, mire ke bërë, fli gjumë tashi, edhe ai ishte i agituar, nuk fjeti 1 sekund, do me thënë shqetsoj dhe ato të tjerët. Pastaj, si u gdi, Po? unë nga që kishte ish kartoterin, nuk isha vajti ora 9 pa i qerek, mora doktorin që e kishte operuar. Dhe i thash, përshëndetje doktor, këtu të më falësh 100 herë, sepse akiu ka ish kartoterin. Shif tha në një mjek roje kush është aty. Mirë, falemderit, shkoj prap në dhomë, aty duke ashu zbres posh në urgjencë, se kam një të njohur, edhe ku shof që a ishte. Fredi thash e ka hequr kartoterin. Mund të më ndihmosh, mori ai në telefon, dhe tha, ik ble një kartoter, dhe unë vajta e bleva, Se nuk ishte brenda hypa lart, dhe pastaj erdhi doktori për t'ja vënë, dhe më mbrapa erdhi dhe doktori që e kishte operuar. Dhe i tha, hakim më mban mend? Po, i tha. Dhe i tha doktori, mbaje të paktën deri të hënën. E dashu Vera, më falë që të ndërpres, por dua të bëj pyetje që me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur në këtë transmetim që mund ta ketë parë bashortin tuaj, mund të na ndihmojë me informacione. Pyetja që i ka bërë doktori, a më mban mend, çfarë tregon? Që bashorti juaj ishte prekur nga skleroza? Jo, nuk ishte vetëm që ishte agituar nga spiralja që për çdo operacion. E qartë, dhe çfarë ndodhi më pas? Ti ke shkuar të kërkosh ndihmë tek mjeku? Jo. Po, dhe pastaj ju vu kartoteri, ju vu lavazhi, se ju la për gjysmë në darkë, ishin dhe dy copë për të bërë, dhe ky prap filloi duke lëvizur, jo do shkoj në banjo, jo do shkoj këtu, i thash, ki u rri këtu, i thash se ti ke kartoterin, s'ke pse shkon në banjo, dhe prap a i e hoqi kartoterin. Dhe unë shkova të infermierët, i thash, më duket se e hoqi, erdhën ato, dhe i thanë, e ke hequr. Ja hoqën, morën prap doktorin, telefon nuk ka problem, tha, sepse a i është do më thënë është i pastër. Unë i dhash buk, dhe i thash, rrita shtriu një qik, se ke gjithë natën je pa gjumë. Mirë, më tha mua, sa të shkoj, thash unë të flasë poshtë që si do bëjt, do vjetë kartoteri prap, apo jo. Dhe unë zbres poshtë, do më thonë e mërzitur, si qisha, do më thonë nga që bëri këto veprimet, duke qarë, shkoj, i thash, e hoqi prap, prit, tha të marrim doktorin telefon. Ndoshta e dashur Vera, ai ka bërë këto veprime se më tha që ishte i agituar, ndoshta për shkak të dhimbjeve, nuk është ndjerë mirë me shëndetin e tij dhe ka bërë këto lloj veprime. Nuk e di tash, nuk thoshe që më dhëm gjë. Ku e kishte kryer operacionin? Do më thënë atë kohë, bof, bënte. Operacionin ku e kishte kryer? Ku e kishte kryer operacionin? Po, kishte bërë një operacion dhe konkretisht nga se ishte operuar, Vera? Tashi që ushtrua erën e fundit. Po, flasim për ditët e fundit, që ai u zhduk nga spitali në 1 nëntor. Nga mshik Zaurinës. E qartë. Se ishte me diagnozën papilom. E qartë, e kuptoj. Dhe ky operacion ishte kryer çfarë date? Ai në datën 1 nëntor është zhdukur nga spitali, operacioni kur kishte ndodhur? Operacioni u kryer me datën 31. Do me thënë, një ditë pas operacionit, ai ka qenë në gjendje të ngrihet në këmbë dhe të iki. Po. I qartë, dhe çfarë ndodhi? Kur ti shkove poshtë për të takuar doktorin, je ngjitur lart dhe nuk e ke gjetur në dhomë. Mund të ma tregosh këtë moment? Po. Shkova aty ato
që ishin të dhomës, më thanë doli, shkoj të dolapi të çanta që kisha unë, se qa kërkoj, thanë ato, unë shkova se thash mos kishte vesh atletet. Atletet i kishte aty, gjupin e ka pas aty, të gjitha aty, ka dalë në fill të bizhameve dhe me pandofla. Pra, Dola se më thanë ato, mos ka ikun në shtëpi, ika duke parë nga stacioni autobusit që këtu të stacioni deri lartë të kryqëzimi i shkollës bashkuar, se thash mos e kap në këmbë. Shkova në shtëpi, nuk e gjej. Dhe i them komshiut, e marrë në telefon, se ka kamer që ne hyme dalim, do më thënë. Shifen që kamerën se mos është ngjitur kiu, jo, më thanë. I pa të gjitha, jo. Vi prap në spital, nuk e gjej. Dhe dollën duke e kërkuar që të gjithë infermieret me pastruset, që të gjithë nuk e gjejmë. Ndejta në orën 3, pasaj mora familjarët që i thash është dukur hakiu. Ato lajmëruan policin, spitali, më thanë prisni se do vi patrulla. Nuk erdi gjë. Shkova të shtunën në polici, se mendova mund t'i ketë rënë në një të fikët dhe kanë quar onë spital ushtarak, onë sanatorium, me që s'kishte as kartë identiteti, as një gjë. Ato më thanë, morën një të spitali ushtarak, si e ka emrin, thanë që nuk kemi këto. Po në sanatorium nuk kemi numër sanatoriumi. Edhe hika, të nesmen kam bërë kallëzim në polici, me fotografi, me të gjitha dhe deri më sot nuk gjëndet hakiu. Na tha një pastruse që asho, sikur e pash të lulishtja e onkologjikut, si shta shpjegova që parë, aty shkova vetë, shkuan dhe familjarët nuk thanë që deri në 12:30. Dhe të nesmen, do më thënë bas dite, kam shkuar vetë, kam hyrë të onkologjiku se thash mos është futur në për pavione. As aty nuk ishte. E qartë, e kuptoj dashur. Kam pyetur të nesmen, po atë pastruse në Lulish. Po, e qartë, një pastruse të ka deklaruar se e ka parë bashortin tuaj pikërisht tek onkologjiku dhe godina e onkologikut me godinën e urologjisë është afër me njëra tjetrën, por ju keni shkuar, keni kontrolluar dhe fatkeqësisht nuk keni gjetur asnjë gjurmë të këtij 74 vjeçari. Jemi në këtë transmetim live, dashur Vera, dhe unë dua t'ju bëj një thirrje gjithë qytetarëve të Tiranës, ata që janë duke na ndjekur në këtë transmetim, kushdo që mund të ketë hasur në rrugë një person të ngjashëm me foton që po shikoni, quhet Haki Sala, dashur miq, është 74 vjeç, ka kryer një operacion në datën 31 tetor përpara disa ditëve dhe fatkeqësisht një ditë më pas në 1 nëntor ai ka dalë nga spitali pa njoftuar bashorten e tij në gjendje sigurisht të rënduar shëndetësore, bëhet fjalë pas operacionit. Ka dalë me shapka dhe me bizhamet e spitalit, pa njoftuar askënd dhe drejtimi ngelet ende i paditur. Kushdo që e shikon, kushdo që e ka parë, është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Kemi nevojë për ndihmën tuaj ditën e sotme për të gjetur Haki Salën, të 74 vjeçar që prej 1 nëntorit po kërkohet tashmë edhe nga policia, nga bashkëshortja e tij Vera që ndodhet me mua në këtë lidhje direkte, nga QSOT-ja, nga të gjithë familjarët, por nuk është gjetur asnjë gjurmë e tij. Kushdo që e shikon mund të na ndihmoj duke telefonuar në numrat e redaksisë. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. E dashur Vera, dua të pyes. Në 1 nëntor, ora ka qenë diku rreth 13 e drekës, 1 e drekës. Sa minuta u vonove ti për të takuar doktorin, për të kuptuar që brenda atyre minutave ai është larguar? Se ti menjëherë ke dalë për ta kërkuar dhe ai nuk është gjetur, dhe të mendosh që një 74 vjeçar që ka kryer një operacion edhe të vrapoj, nuk mund të largohet për 5 minuta sa hapen mbyll syt nga QSOT-ja. Unë rreth 20 minutash aq ishte, se sa fola me atë, sa u morë në telefon, se u morë dhe doktori që e kishte operuar. Më kuptohet, do më thënë, duke bërë muhabete se e shtriva dhe thash, nuk do luaj, nuk e mendoja që do ikte. E qartë, nuk të shkuar ndonjëherë në mendje që ai do largohesh në këtë lloj forme, por ky ka qenë intervali i fundit. Mënyra se si ai është larguar të jep përshtypjen që
ndoshta ka pasur ndonjë problem serioze edhe me sklerozën, gjë të cilën ndoshta dhe ti nuk e ke kuptuar për momentin. Se largimi i tij të bën të dyshosh që mund të ketë pasur këtë lloj sëmundje. Tashi, skleroza, tashi na zë gati të gjithëve, dhe mua që jam Është bërë sëmundja e 67 shekullit. vjeç fillojnë ato. Po tashi, nuk kishte, se nuk u mjekonte me këtë. Do më thënë, a ishte me që kishte bërë operacion nga zemra, 3 bypasse dhe azma që pinte duhan. Këto ishin të ati. Por në momentin që ka dalë nga dhoma, në momentin e dashur Po, në momentin që ka dalë nga dhoma e dashur Vera, pacientët e tjerë që kanë qenë brenda dhomës, ata që ty të kanë njoftuar që ai ka hapur dollapin, ka marrë diçka, çfarë të treguan, çfarë ju kishte komunikuar atyre? Ka kontrolluar, nuk asnjë gjë, se nuk, domethënë, e ke parasysh që ai bëri gjithë ato veprime dhe nuk ishte njeri që nuk jepte shumë muhabet. Ndërkohë, ju ditën e sotme jeni, në fakt që për 1 nëntorit jeni aty në SSUT dhe kërkoni hapjen e kamrave për të mësuar nga cilat dalje, sepse godina në të cilën regjia të ma vendosi lidhjen direkte edhe operatorit të na ndihmoi. Erstela, mund të na ndihmosh ti thosh operatorit për të hapur planin, të shikojmë edhe godinën nga mbrapa. Ndërkohë, godina që shikojmë mbrapa Erstelës dhe zonjës Vera, ka 12 dalje, pra nuk dihet në cilën dalje mund të ketë vazhduar rrugën ky 74 vjeçar me emrin Haki Sala. Deri në këtë moment që flasim, SSUT-ja e ka ndihmuar zonjën me hapjen e 3 kamrave, 3 daljeve, dhe më shpjego Ersela, kush kamra janë hapur? Dalja që është mbrapa teje, është hapur ajo kamër, është verifikuar? Po, dalja që është mbrapa me është hapur. Gjithashtu janë hapur dhe 2 dalje të tjera që ndodhen në të anën e majtimen, pra mbrapa godinës, gjithashtu dhe në hyrjen kryesore që është pranë urgjencës. Pra këto janë 3 kamera që janë hapur deri më tani. Pritet të hapen edhe kamera të tjera, por deri më tani janë këto 3 të vetme që janë hapur. Pra janë 12 dalje dhe deri në këtë moment janë par 3 dalje të kësaj godine, që janë hapur kamera dhe nuk është gjetur asnjë gjurmë e 74 vjeçari, sepse logjikisht në atë godinë që unë shikoj mbrapa jush, e njoh mirë atë godinë, e njoh shumë mirë dhe edhe urologjinë e njoh shumë mirë, fatkeqësisht për probleme që kanë pasur dhe unë me familjarët e mi, logjikisht daljet kryesore të asaj godine janë dalja e urgjencës dhe dalja që është mbrapa teje ku çdo familjar mund të hyjë për të vizituar pacientët. Pra këto 2 dalje janë kryesore dhe më bën habi që një 74 vjeçar mund të ketë përdorur dalje edhe në -1, më bën habi kjo gjë. Është një spital që ka shumë dalje dhe ka rrugë të cilat edhe unë që jam e re kur hyja nga të rohesha. Ndërkohë, Vera, të lutem, sipas informacioneve që siguruam dhe pyetjeve që bëm. Urdhra. Po, Erstela, po, të dëgjoj Erstela. Urdhra. Vera, atëherë të lutem. Sipas informacioneve që siguruam, gjithashtu dhe nga komunikimet që ne patëm me ekipin e sigurisë të spitalit, na u tha që janë gjatë gjithë kohës në Vëzhginë dhe gjithashtu që nuk kanë parë asnjë të moshuar që i përngjason 74 vjeçarit Haki Salës. Gjithashtu na u thanë që janë akoma në komunikim për të hapur dhe kamerat e tjera, por është pak e vështirë duke qenë se ka shumë dalje dhe ka pasur shumë pacient në spital. E qartë, e dashur Vera, unë uroj që të hapen sa më shpejt kamerat e sigurisë të 12 daljeve të asaj godine, të zbulohet se nga cila port ka dalë bashorti juaj, por prapa i ngelet i humbur. Nësa i ka dalë, ka vazhduar rrugë dhe nuk e dim se në cilën zonë të kryeqytetit ka shkuar bashorti juaj, sepse është kontrolluar tashmë. Le të themi edhe bluzat e bardha, duen falenderuar, kanë bërë kontroll zonën për të gjetur të moshuarin, por brenda SSUT-s ai nuk ndodhet, sepse në fillim është dyshuar se ndoshta ka dalë nga dhoma e tij, ka zbritur ngjitur në katë të tretë, mund të ketë ngatëruar katin, mund të ketë hyrë në një dhomë, mund të shtrihej në një krevat, por është bërë ky kontroll i gjithë godinës dhe nuk është gjetur asgjë.
Mund të ma konfirmosh tim, se ju e keni lajmin më të sakt. Pra, është kontrolluar godina nga stafi mjekësor, se ndoshta për shkak se mund jetë prekur nga skleroza, që mund këtë pasur në një krizë dhe një goditje, a i ka dal nga dhoma, ka kapur ashensorin, është gjitur në katë 4, ka shkuar në një tjetër repart dhe mund të ngelur aty, se ndodhin çuditëra edhe brenda spitaleve. Më ka ndodhur me një rast, një person i humbur, i cili kërkohej, kishte mbërritur në spital, kishte 4 ditë në urgjencë dhe pse ishte bërë denuncimi nga familjarët në polici, uniformat e bardha nuk ishin njoftuar policin dhe ai ishte shpallur i humbur, kërkohej në media, ndërkohë që ishte në spital. Prandaj po të pyes, është bërë ky verifikim në Godin? Në Godin aty tek unë u bëra dite. Dhe ato thonë kemi dhe vetë sot kemi hyrë të bodrumet e këto, nuk kemi gjetur gjë. Ne duam të dim, në qovë sa i ka dal nga spitali, se në këto 3 nuk del, unë ndalë që kam hyrë e kam dalë, kurse ai jo. Të paktën të shifem daljet e tjera, se është njeri mbi të gjitha. Po patjetër. është në fill të bizhameve. Sepse është e dhimbshme. Prandaj po dhe ne na thanë vetëm 4 dalje. Prandaj po të them, të paktën kjo nuk dihet që ai paktën të vija shumë. E dashur Vera, e kuptoj dhimbjen. Urdhro. Prej 1 nëntorit nuk e asnjë informacion për bashkëshortin. Dhe ne s'dim ç'a bëjmë, ngelëm te urgjenca. Se nuk japin uzidhje. Se mos hapen kamera. Ta edhe unë ta di, ka marrë këtë drejtime dhe unë shkoj kërkoj. Nuk rri këtu. Kam gjithë ditën sot, ja si që më shef. Është e vërtet. Që nga mjezi dhe tashi, të tashi janë dhe vete smur. Unë uroj dhe shpresoj që të gjende sa më Paktën shpejt. të hapet, të lutem në ndihmoni të hapen kamerat paktën. Por që sautoja dhe Godina në cilën ka qenë Të kërkoj, shtruar. të di që ka dal nga kjo derë dhe unë shkoj kërkoj. Keni të drejtë, por besoj që Godina në cilën ka qenë i shtruar bashkëshorti juaj e ka për detyrë të hapen kamerat e sigurisë për pacientin e tyre, për të mësuar nga cila dalje, nga cila port ka dalë, se është i zhdukur, është i humbur. Dhe ajo që mua realisht më bën shumë përshtypje dhe vazhdoj të dyshoj se ndoshta ai mund të jetë brenda spitalit, është fakti se në atë Godin 2 janë daljet kryesore. Hyrja e parë nga urgjenca që hyn shumica e njerëzve, që është hyrja kryesore dhe porta që është mbas jush, që aty poshtë ndodhe sa herë një roje që lejon familjarët të hyrë dhe të takoj njerëzit. Ato janë 2, le të themi, hyrje dhe daljet më kryesore dhe logjikisht një i moshuar, nëse do dalin nga dhoma, do ngatroj rrugën, ato janë 2 portat që të nxjerrin jashtë asaj godine. Nëse ai do ke zbritur në -1, do ke hyrë në ato bodrume që ka dalje të tjera, më bën pak përshtypje. Një infermiere, një doktor do ta shikonte. Dhe pa dyshim që do ta ndihmonte, do ta merrte, se të shkosh një të moshuar, që sa ka bërë operacionin me bizhamet e spitalit, të bredhi të eci në përbodrume, do ta ndihmonin. Prandaj më bën përshtypje që në 2 daljet kryesore janë hapur kamerat e sigurisë dhe nuk është gjetur asnjë gjurmë e tij. Gjurmët e tua janë gjetur. Hyrjet dhe daljet e tua zbulohen nga kamerat e sigurisë, ndërsa të bashkëshortit tënd jo. Që do të thotë ka përdorur daljet e tjera, apo ndodhet ende brenda asaj godine që është e madhe, sigurisht. Ku e di unë? Këto tonë kemi kontrolluar dhe ne, po ashtu nuk e di. Se them prap, dhe si kur të kishte dal, ore, do një njeri në atë gjëndje që ishte, se ishte pa lek, pa gjë. Se do i ketë rënë fikët, se ka pa njeri të paktën. E dashur Vera, kemi shkuar dhe te morgu, nuk ka gjë. Do të ndërpresë më erdhi një mesazh, më ka ardhur një mesazh, në fakt që ma dërgon gazetari im në këto momente, që dikush na i ka dërguar, bëhet fjalë për ditën e mërkurë, rreth orës 10 paradite, një person i moshuar i ka rënë të fikët në zonën e 21-shit dhe shumë persona kanë njoftuar ambulancën dhe ka ardhur kjo e fundit e ka marrë, por nuk jam i sigurt nëse bëhet fjalë për zotrin që po kërkoni apo për një person tjetër. A je interesuar brenda urgjencës për persona që kanë ardhur rast urgjencë? Aty ku je se bën vaki, ti kërkon aty dhe ai mund të jetë aty brenda.
I pa identifikuar, se ndoshta situata e tij mund të jetë aq e rëndë sa ai as emrin e vet nuk di ta thojë në këto momente. Pa tjetës është i pa ngrën, pa ujë, kur i thonë, as nuk diskutohet. Vera, e dashur, nga që je fokusuar te kamrat, je marrë vetëm me pjesën e personelit të IT-s, të cilët po të ofrojnë ndihmën e hapjes së kamrave, me bluzat e bardha brenda urgjencës. Ke folur? Po. Ke folur, ka ardhur ndonjë rast sepse ti ke shkuar te spitali ushtarak? Jo. Dhe atje ke marrë përgjigje negative, por vetë urgjenca ke pyetur se mos ka ardhur? Ku te urgjenca? Këtu? Aty ku je? Aty është urgjenca. Jo, këtu nuk ashu. Je interesuar, ke pyetur? Jo. Nuk e Me gjitha pyetur? të shkoj tash i pyes. Jo, mbaj mikrofonin në dorë ti Jo. dhe Ersela, me njerë, vetëm 3 hapa large ka Ersela, gazetarja urgjencës, urgjencën Ersela e dashur. Të lutem, direkt futu në urgjencë, ke bluzat e bardha, ke fotografinë e ti në dorë dhe mund të pyesësh nëse ka një rast të tillë. Të lutem, është gjë e parë që duhet verifikuar. Kështu që lërja mikrofonin zonjës Vera, dhe unë do vazhdoj bisedën dhe do bëj thirrje, sepse jemi në këtë transmetim live dhe duhet i verifikojmë në kohë reale. Të lutem, shko në urgjencë, futu brenda, tako bluzat e bardha, tregoj foto nëse ka ardhur një rast urgjencë, sepse informacioni i fundit që na ka mbritur në këtë momente nga një qytetar është që ditën e mërkurë, rreth orës 10, një person i moshuar i ka rënë të fikët dhe në zonën e 21-shit dhe shumë qytetar të rastit kanë njoftuar ambulancën dhe kjo e fundit ka ardhur dhe e ka marrë, por nuk jemi të sigurt nëse bëhet fjalë për Haki Salën apo bëhet fjalë për një tjetër person të moshuar. Kështu që është e rëndësishme për ta verifikuar. Ju bëj thirrje gjithë teleshikuesve që janë duke më ndjekur në këto momente, kushdo që mund ta ketë parë këtë 74 vjeçar, është i lutur të na telefonojë. Quhet Haki Sala, është larguar nga spitali, nga dhoma e spitalit, te godina e urologjisë në katin e 2. Ai ka qenë i shtruar prej disa ditëve, kishte kryer operacionin në datën 31 tetor dhe 24 orë më pas është larguar pa njoftuar bashorten dhe drejtimi ngelet i paditur. Nuk dihet nëse ka dalë nga spitali apo jo, por logjikisht unë besoj që një mjek, një infermier do ta kishte parë. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku po flasim për zhdukjen e 74 vjeçarit brenda QSUT-s, Haki Sala, ku në lidhje direkte kam gazetaren time Ersela Malaj së bashku me bashorten Vera Sala. Ndërkohë gjatë kohës së reklamave Ersela ka hyrë brenda urgjencës për të pyetur mjekët pikërisht nëse Haki Sala ndodhet aty. Kështu që i përshëndes edhe një herë. Ersela, më dëgjon? Po, të dëgjoj Odeta. Çfarë ndodhi? Shkove pyete? Me foton e Hakis u interesova pranë urgjencës, po, mund pyeta, por fatkeqësisht bluzat e bardha nuk më dhanë asnjë informacion dhe nuk treguan gatishmëri që të më ndihmonin për rastin e Hakis. Se kuptoj, si s'të dhanë përgjigje. Ke kërkuar ndihmë për një person të zhdukur që ka humbur brenda QSUT-s dhe i ke treguar foton dhe bluzat e bardha kanë refuzuar të flasin, të japin një përgjigje dhe pa kamera? Po, refuzuan të flisnin, edhe pa kamera, refuzuan të më jepnin një përgjigje lidhur me rastin. Mirë, do të jetë vetë bashortja që të shkojë në urgjencë dhe të pyesi për burrin e saj, përderisa neve nuk na dhanë përgjigje, por ndërkohë, e dashur Vera, më vjen keq, sinqerisht më vjen keq për të gjithë situatë që ka ndodhur në familjen tënde. Dua të njoftoj që në këto momente ka mbritur telefonata e parë, informacioni i parë që më njofton gazetari i Mikele, i cili është në regji dhe po pret të gjitha telefonatat. Një telefonat, një qytetar i cili tregon se e ka parë përpara 2 orëve një person të ngjashëm me bashortin tuaj te zona e Zogut të Zi, shtrir në një stol. Kështu që ne do të vazhdojmë në minutat në vijim, ndoshta nuk do të jemi në transmetim. Gazetarja ime Ersela me ekipin e xhirimit të paqgjum që ndodhet aty, nuk do kthehet në zyrë, por do shkojë për të verifikuar këtë informacion me shpresën për ta gjetur. Dhe ne bashkë do mbetemi në kontakt dhe uroj që të bëhet më e mira në orët në vijim dhe të marrim lajme pozitive që Hakiu është shëndoshë mirë dhe të rikthehet pranë spitalit sa i ka nevojë për mjekim. Faleminderit, inshallah o Zot.
lutemi, sinqerisht lutemi të gjithë, ju falenderoj të dyjave që ju pata në këtë lidhje, i bëj thirrje edhe një herë të gjithë teleshikuesve, kushdo që e shikon Haki Salën, këtë 74 vjeçar është i lutur të lidhet në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë ose të njoftoj policinë, pasi 74 vjeçari nga Tirana është larguar nga spitali dhe nuk dihet drejtimi ngelet i paditur. Dhe në fakt vetëm përpara disa ditëve 3 vrasje ndodhen brenda 24 orëve dhe ka qenë data 28 tetor. Të gjitha mediat folën për atë ditë, ngjarjet e rënda që ndodhen orë pas ore në Tiranë, në Durrës dhe në Berat. Gazetarët e emisionit Pa Gjurmë janë munduar që gjatë këtyre ditëve të flasin me familjarë të viktimave. Unë dua të jap një reportazh që kemi kushtuar asaj dite që mori 3 jetë njerëzish dhe rikthehemi në studio sepse do të jetë kolegu im Sokol Dema, i cili po më pret në një lidhje direkte nga redaksia. Është gazetari i Kronikës së Zezë në Report TV, i cili atë ditë ka qenë në raportim nga mëngjesi dhe deri në darkë për këto 3 ngjarje të rënda. Ndërkohë të më njoftoj nëse e kemi gati materialin. Nëse nuk e kemi gati materialin, atëherë kalojmë tek lidhja direkte me Sokolin. Sokol, përshëndetje. Po, Deta, përshëndetje. Falenderoj që të kam në këtë lidhje direkte. Në fakt, ditën e 28 tetorit të kam ndjekur live nga ekrani Report TV, kur ke përcjell ngjarjet njëra pas tjetrës dhe e kuptoj ç'do thot për një gazetar ku sa shkon në një vend ngjarje për një krim, telefonohet nga redaksia se ka ndodhur një tjetër krim dhe kështu vazhdon dhe krimi i tretë. Ju i njihni të treja këto ngjarje, mund të na i përshkruar shkurtimisht të treja ngjarjet dhe dua të pyes, a është momenti që shoqëria shqiptare ka hyrë në një krizë të vërtetë të shëndetit mendor? Odeta në fakt ka qenë një ditë relativisht e vështirë nga ana emocionale, duke patur parasysh raportimin e ngjarjeve të ndryshme. Megjithatë, ajo që thatë ju në fund dhe nga fundi dua ta filloj, duket se konfirmohet pra me rastet e fundit. Nëse do të bëj një krahasim ndoshta me vitet e shkuara, atë numrit të ngjarjeve të cilat kanë ndodhur pra kryesisht me vrasje, duket se ka një rritje eksponenciale të rasteve të vrasjeve që ndodhin për natyra të tylla, pra shkaqe që janë aty për aty dhe konflikte që ndodhin për krejtësisht ngjarje banale. Ndërkohë ditën e ngjarjes, pra në datën 28 tetor, kishte 3 vrasje të cilat u regjistruan në një harkun kohor të jo më shumë se 3 apo 4 orëve tek secila. Në Durrës, më pas një vrasje në Berat dhe në Kryeqytet. Ngjarja e Durrësit ka qenë një konflikt aty për aty, pra në tavolinën e ngrënies midis djalit dhe babait, me sa duket konflikti midis tyre ka ndodhur për shkak të paktën nga ajo çfarë ka thënë përpara grupit hetimor, pra autori i kësaj ngjarje Marian Keveli, sipas tij babai i tij Pietri ko pas kohe pra e kritikonte, ndoshta i agravuar për shkak të situatës të krijuar në familje. Kaq ka mjaftuar që ai të acarohej te mase, pra dhe të merrte thikën për ta qelluar. Në fakt ka dyshime nga grupi hetimor i policisë së Durrësit, por edhe prokuroria, se mund të jemi përballë një rasti të problemeve të shëndetit mendor pra të riut, por kjo do të vërtetohet vetëm pasi të ketë një akt ekspertizë të plot, gjë që e ka kërkuar prokuroria për shëndetin mendor pra të riut. Nga ana tjetër, një tjetër ngjarje, pra ndodhi pak orë pas kësaj në qytetin e Durrësit, në kësaj here në Berat. Unë mendoj që ngjarja e Beratit ka qenë ndër më kryesoret pra të asaj dite, pasi motivi për të cilën ka ndodhur me të vërtetë është një rast krejtësisht absurd. Kemi të bëjmë me një familje e cila kishte mbritur nga Kryeqyteti me origjinë nga Tropoja në afërsi të kalasë së Beratit për të vizituar pra një prej siteve turistike më të veçanta në vendin tonë, teksa viktima në këtë rast është afruar dhe ka prekur kalin e një zotërie i cili nxirrte ndoshta bukën e gojës për gjatë të viteve të fundit dhe në moment që ka prekur kalin i ka thënë të mos e prekte sepse atë ditë sipas tij kishte qenë i agravuar pra dhe i acaruar. Kaq ka ndikuar që më pas të merrte një thik dhe ta qollonte. Imagjino Deta, për këtë fjalë, për këtë veprim në dukje kaq të thjeshtë dhe që mund të ishte zgjidhur si njerëz të civilizuar dhe të qytetëruar brenda pak sekondash, në fakt shkoi krejtësisht në anën tjetër më agresive të mundshme për ta qelluar pra me thik. E në fakt, Sokol, dua të ndërpres vetëm pak se bashortja e të Ndjerit kishte reaguar për një gazetar, për një tjetër media, me një mesazh ku kishte shkruar që ne kishim shkuar për të vizituar Kalan dhe Kali i zoti nuk ishte. Vajza është afruar për të bërë një foto dhe më pas ai ka ardhur duke u lëritur dhe bërtitur dhe më pas duke bërë
aktin fatal duke I marrë jetën fatkeqësisht 42 vjeçarin nga Tropoja I cili jetonte në Britaninë e Madhe me familjen e tij dhe kjo është një ngjarje vërtet shokuese dhe e rëndë. Në fakt, në të tre ngjarjet pra të cilat kanë ndodhur, mund të konsiderohet si më e rënda duke patur parasysh se të gjitha palët pra si autore ashtu edhe viktima nuk njiheshin dhe mjaftoi pra një lavgoje I aty për atyshëm apo një veprim kaq I vogël të ndikonte për të çuar deri në një ngjarje shumë të rëndë. Pasi dy ngjarjet e tjera, dashje pa dashje, viktima dhe autori njiheshin në tërësi dhe mund të kishte patur fërkime ko pas kohe, të paktën si në rastin e qytetit të Durrësit, pra ku me shumë mundësi babai ka kritikuar her pas here të birin, çfarë mund të ketë ndikuar deri tek acarimi për vrasjen e tij. Por ngjarja në rastin e Beratit pra ka qenë krejtësisht e shmangshme dhe që mund të ishte evituar shumë thjesht. Por që duhet të kësuar fakti që autori I kësaj ngjarje është një shtetas I cili ka 2 mbiemra dhe në rastin konkret duket se është autori dyshuar edhe një ngjarje të rëndë të ndodhur në fillim të viteve 90. 63 vjeçari, pra Kristo Mema, që ka edhe emrin Konstantin Hoxha, dyshohet se ka qenë vrasës I komshiut për pak a shumë motive të njëjta banale vite më herët, por që një dënim për të cilin nuk e ka vuajtur asnjëherë pavarësisht se gjykata ka dhënë për të 25 vite burg për shkak se është arratisur nga Shqipëria për në Greqi dhe për vite të tëra nuk ka jetuar brenda vendit, çfarë ka ndikuar edhe për parashkrimin e vendimit të tij. Më lejo që të kaloj tek ngjarja e kryeqytetit, ka qenë një ngjarje e cila ka qenë pak a shumë rreth orëve të mbrëmjes sapo kishte përfunduar pasditja në kryeqytet dhe konflikti që ka nisur midis 2 punonjësve, pra njëri kuzhinier dhe tjetri picier në zonën e komunës së Parisit në kryeqytet, ka përfunduar pra sërish me vrasjen e njërit. Ka qenë një konflikt I aty për atyshëm për një qese të proshute pra në brendësi të lokalit. Megjithatë më pas janë marrë pra në pyetje stafi apo edhe autori I ngjarjes u zbulua se viktima në këtë rast ko pas kohe pra ndikonte për ta bullizuar apo për t'i thënë fjalë të rënda në drejtim të autorit I cili me sa duket ditën e ngjarjes po ashtu I ndjeri fyer nga disa fjalë që ishin hedhur në drejtim të tij nga viktima, mori thikën dhe e qelloi për vdekje. Edhe në rastin konkret kemi të bëjmë me një marrëdhënie të vështirë një personazhi I cili nuk është se ishte sjellur në mënyrën më të mirë të mundshme në vijimsinë e ambientit të punës dhe nga ana tjetër një person I cili kishte duruar për disa muaj dhe më pas mjaftoi një moment I shkurtër pra për të çuar deri në një vrasje fatale. I dashur Stokol, unë të falenderoj për këtë raportim, por mbi të gjitha të falenderoj që na ke ndihmuar për të na vendosur kontakte të familjarëve të viktimave, ku gazetarja ime Ersela Malaj ka udhëtuar përpara 24 orëve në fshatin Rapës të qytetit të Lushnjës dhe është takuar aty me familjen e të ndjerit Indrit Islamllari. Kështu që të falenderoj dhe të përshëndes. Dhe ndërkohë të dashur miq, ne do të ndjekim këtë reportazh që gazetarja Ersela ka përgatitur për ngjarjen e 28 tetorit për 3 vrasje që ndodhen brenda një dite. Ndiqeni dhe bashkë takohemi nesër live ora 16. Mirupafshim. E Marta e Zez, një ditë, 3 vrasje, 3 jetë të shkyera brenda pak orësh, një vend që u trondit nga gjaku dhe heshtja. Në Durrës një ngjarje e rëndë tronditi zonën e Shkallnurit, ku një 25 vjeçar vrau me thik të atin. I riu që dyshohej se vuante nga probleme të shëndetit mendor, u arrestua menjëherë pas krimit. Në Berat, një konflikt I çastit përfundoi në tragjedi pranë kalas së qytetit. 63 vjeçari goditi për vdekjen e 42 vjeçar, pas një sherri që nisi për një foto me kalin e autorit, të cilën viktima kishte refuzuar ta paguante. Por kulmi I tragjedisë ndodhi në komunën e Parisit, në Tiranë, ku një konflikt mes kolegësh në një lokal mori fund tragjikisht, me vdekjen e 34 vjeçarit Indrit Islamllari. Ne sot ndodhemi në fshatin Rapës, ku do të takojmë xhaxhain e të ndjerit. Për te titujve dhe sirenave, mbetet dhimbja e një familjeje. Ne udhëtuam drejt Lushnjës në fshatin Rapës, për të takuar të afërmit e Indritit dhe për të dëgjuar nga afër zërin e një dhimbjeje që nuk shuhet. Edhe morën vesh në televizor, po nuk e saksionin dot se kishte ndryshuar mbiemri.
Do me thënë, kjo ishe islamlari, e këshin me ismallari. Jo nuzia ti ka 4 fëmijë, 2 djem, 2 qupa, i nxori me shkollë të lartë, vazhduan shkollën, vazhduan punën. Sa kishin që jetonin në Tiranë? Në Tiranë, fëmija kishin nga di 7-8 vjetë. Jo me keqe në botë. Në botë, s'ka berbaki. Jo ne që kishim me vlad, po dhe të tjerët, janë prekur jashtë mase. Se njëvin edhe familjen, edhe djalin, edhe nesim vllazëri me fjallë. Indriti jeton të i vetëm apo me familje? Me familjen. Vllai madh, i ndarë me vete, me 2 fëmijë, po në një pallat. Nga bisedat që keni pasur me kolegët e Indritit, çfarë kanë thënë? Djalë më mirë dhe u habitëm ku morë në vesh, se ishin si shok të ngushtë, hanin, pinin, rinin bashkë, pinin kafe. Gjithashtu thuhet që Indriti edhe ka bullizuar dhe ky ka qenë shkaku që ka shkuar. Më falë, kjo është shkaku për t'ju justifikuar ajo që bëri fatkesin. Po me familjarët e autorit keni pasur komunikim? Ju kanë telefonuar? Të djalit? Të autorit që e kryu? Jo, por ashe njojmë si shtonë, ta ishin atë pelena, me të thënë atë juve. Pra nuk e kanë marrë mundimin as t'ju telefonuar? Absolutisht. Me qetë, me matër, me gjokushëm, në shokëri, në familje, në njerëzi, kjo ka qenë. Indriti, blagi, e pashërushëm, jo për prindrit, për njerëzit tanë, blagi e pashërushëm. Shumë klasik kemi qenë ndërkohës, një mosh. Çfarë djali ka qenë? Shumë i mirë, shumë i mirë. Çfarë marrëdhënie ka pas me shokët e tij të klasës? Në shumë normale. S'ka qenë as blinda vec, as shumë i mirë, me pak fjalë. Si mund t'jetë kur e morët vesh lajmin? Të mërshme fare, se ne prishte menda kurrë për një çun tillë. Keq shumë, si për familjen, si për ata, shumë keq.